E marta e zezë shënoi tragjikisht një situatë alarmi, me 3 të vrarë brenda pak orëve në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe me një shpërthim tritoli. Marian Kodeli vrau babai një ditë më parë në shkallënur të Durrësit, ku pretendon se me ta atin ka pasur konflikte të vijueshme prej kohësh që kur ai ishte kthyer nga emigrimi. Në media është zbardhur dhe dëshmia 25 vjeçarit, i cili ka treguar dhe momentin kur qelloi të atin me thik duke e lënë të vdekur në vend. Ai pretendon se po konsumonin drekën së bashku me babain Pjetër Kodhelin dhe nuk po e linte të qetë duke debatuar. Ai shpreh të tjerë se humbi kontrollin dhe më pas mori thikën dhe e qelloi. I riu ka dëshmuar sipas mediave se gati 6 vite ka jetuar në Francë dhe Greqi për së fundmi ishte kthyer në vendin tonë, por nuk kishte një punë dhe tensionet me baban ishin shtuar prej kohësh. Po hanim drek dhe papritur babai më holl me nerva në debat. Nuk më linte të haja i qetë. Nuk e kujtoj mirë pse ndodhi, por kemi pasur konflikte të vazhdueshme që prej kur jam kthyer nga Greqia disa muaj më parë. Kam jetuar për rreth 6 vite në Francë, ku kam dhe pasaportë franceze. Më pas shkova në Greqi dhe punova atje, kur u ktheva në shtëpi, isha pa punë dhe tensionet me baban nisën të shtoheshin. Rinisi gjatë drekës, nuk e di si ndodhi, por në ato momente humba kontrollin, mora thikën dhe godita, thuhet që ka dëshmuar i riu. Dyshimet janë se ai vua nga problemet të shëndetit mendor, por nuk ka një kartel mjekësore.